Hudhra ju shpëton jetën, ja si ta përdorni për të ulur tensionin e lartë në gjak. Hudhra është padyshim një përbërës i fuqishëm që i përket edhe për shkak të vlerave të saj, një ndikim i të mirë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por për personat që vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, përdorimi i saj bëhet gjithmonë specifik nëse kërkohet dhe përdoret në mënyrë të kujdesshme. Kështu, përfitimet që ajo ka do të luajë një rol të mirë parandalues. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kundër dëmeve që i kanosen shëndetit tuaj dhe gjithashtu përfitimeve më të mira të imunitetit. Probleme me presionin e lartë të gjakut mund të shkaktojnë tension që ndahet në dy lloje, me anë të hipertensionit që ka të bëjë gjithashtu me presionin e lartë të gjakut dhe tensionin e ulët që ka të bëjë me nivelin e ulët të presionit të gjakut. Sipas Healthline, në këtë video do ju sjellim një informacion të vlefshëm që lidhet me ndikimin e hudhrës në të dyja këto rastet, kur është më efektive në rastet dhe kur nuk është ajo, sipas publikimeve në National Library of Medicine. Kur trupi mund të rrisë gjithashtu edhe ndikimet në shëndet, mund të krijojë edhe probleme të hipotensionit ose hipertensionit. Hudhra si ndikon për tensionin e lartë të gjakut? Përdorimi i hudhrës në trajtimin e tensionit të lartë të gjakut është një recetë shumë e lashtë popullore. Kur trupi rrit prodhimin e një enzime të quajtur angiotension, e cila ndikon menjëherë në rritjen e tensionit të gjakut, zemra e pompon gjakun më fort ndër arterjet të trupit. Kjo çon jo vetëm në dëmtime të arterieve të trupit, por mund të krijojë gjithashtu edhe depozita të dëmshme të kolesterolit të dëmshëm. Lënia pas dore e këtij problemi mund të sjellë edhe një sër problemesh, siç mund të jenë sulmet në zemër, goditjet në tru dhe probleme të tjera kardiovaskulare. Por cila është sasia e duhur e hudhrës që mund të përdorni në dietën tuaj, sipas National Library of Medicine? Pavarësisht se hudhra është jashtëzakonisht efektive për uljen e tensionit të lartë të gjakut, sasia e konsumit të saj nuk duhet të teprohet sepse mund të çojë gjithashtu edhe në një ulje të papritur të presionit në shëndet dhe të krijojë gjithashtu një presion të rritur të problemeve të ndryshme. Sasia e rekomanduar nga ekspertët mjekësor të cilëve u referohemi është nga 1 deri në 1,5 gram hudhër në ditë ose çereku në një thelpie hudhre. Sipas rekomandimeve, hudhra duhet të përtypet e freskët dhe nuk duhet të jetë e gatuar në mënyrë që të merrni vlerat e saj. Përtypja e hudhrës së freskët mund të çlirojë në maksimum alicinën, e cila do të ndikojë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Ekspertët bëjnë të ditur për efektet e plota të saj në organizëm dhe të cilat ndihen edhe kur niveli i gjakut do të stabilizohet ndjeshëm. Nëse konsumi i hudhrës shkakton siklet për shkak të aromës, për të eliminuar kështu erën e keqe të gojës, mund të përtypni majdanozin, i cili do ju ndihmojë të largoni erën e keqe që hudhra lë në gojën tuaj. Por si ndikon hudhra për tensionin e ulët të gjakut? Kur bëhet fjala për persona që vuajnë nga presioni i ulët të gjakut, pra tensioni i ulët të gjakut, hudhra mund të shkaktojë edhe dëmtimin e shëndetit dhe gjithashtu të jetë një armik kryesor për shëndetin në pak minuta, duke sjellë ndikime të rrepta në shëndetin tuaj dhe duke krijuar kështu edhe komplikacione të tij. Ekspertët tregojnë se persona që kanë tension të ulët të gjakut nuk duhet ta shtojnë hudhrën në dietën e tyre ditore. Sipas National Library of Medicine, nëse vuani nga tensioni i lartë, konsultoni me mjekun tuaj për të marrë një trajtim më të specializuar dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Nëse keni një sistem të dobët imunitar dhe jeni të prirur ndaj ftohjes, yndyrnave të larta të gjakut dhe presionit të lartë të gjakut, një thelpi hudhër në ditë mund të çojë gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj, duke evituar kështu komplikacionet e tij dhe duke sjellë rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Hudhra është një barishte e fuqishme, që është vërtetuar se ka një sër përfitimesh të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe mund të ulë gjithashtu komplikacionet e tij.
Nëse doni të merrni përfitimet e saj në dietat tuaja ditore, atëherë hudhra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të parandaluar edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Hudhra i sjell një sër përfitime shëndetit tuaj në tërësi dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë dhe fuqishme në balancën që mund t'i ofrojë organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Hudhra i përket familjes Allium, pra një perime bulboze që përdoret në të gjithë botën si një shtesë ushqimore për t'i dhënë shije gatimeve tuaja, edhe ndoshta si një suplement i përdorur në të gjithë botën. Por çfarë ndodh nëse shtoni hudhrën në vaktet tuaja ditore? Cilat do të jenë përfitimet e saj për shëndetin dhe si ndikon konsumi i hudhrës në përditshmërinë e dietës suaj? Hudhra ka një shije të mprehtë që mund të bëjë të detyrueshëm edhe shmangjen e konsumit të saj, sidomos në mëngjes. Megjithatë, duke parë përfitimet që mund të vinë prej konsumit të saj, nuk do të mendojeni gjatë se cilat janë përfitimet kryesore që hudhra do t'i japë në shëndetin tuaj. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e hudhrave të freskëta si një zgjidhje mjaft të mirë imunitare. Ajo është shumë e dobishme veçanërisht kur konsumohet me stomakun bosh. Për të ngrënë në mëngjes, hudhra do t'i japë përfitime të mahnitshme për shëndetin, do të mbajë larg komplikacionet e tij dhe do të nxjisë gjithashtu një rritje të vlerave të trupit. Sipas Eating Well, këto janë disa nga përfitimet kryesore që hudhra do të shtojë në dietën tuaj nëse e konsumoni në formën e saj të papërpunuar. Hudhra do të shtojë më shumë antioksidant të fuqishëm. Hudhra është e pasur me nivele shumë të larta të antioksidantëve, kështu që ndihmon trupin në trajtimin e inflamacioneve në trup. Hudhra përmban antioksidant me nivele natyrale të cilat ndihmojnë kundër qelizave të dëmshme në organizëm dhe mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Nëse doni që të përfitoni nga vlerat e konsumit të hudhrës në përditshmërinë e recetave tuaja dhe të keni gjithashtu nivele të larta të antioksidantëve, hudhra nuk duhet të mungojë asnjëherë në dietën tuaj. Hudhra është një ndihmë shumë e mirë në luftën kundër kolesterolit të lartë në trupin tuaj. Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë. Shtoni çdo ditë në dietën tuaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë spektakolare në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithsesi, është vërtetuar se ajo mund të zvogëlojë kolesterolin total dhe të ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline këshillojnë përdorimin e hudhrës edhe si një përzgjedhje të mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë gjithashtu nga presioni i lartë i gjakut. Një përfitim tjetër i hudhrës është se në dietën tuaj ajo mund të ndihmojë në mbajtjen në kontroll të presionit të gjakut. Një studim ka treguar se efekti i hudhrës mund të përdoret si një stimuluese më e mirë e rritjes së imunitetit, menaxhuese shumë e mirë e problemeve të hipertensionit. Hudhra është një ndihmë fantastike edhe për personat që kanë imunitet të dobët dhe preken shpesh nga viroza dhe ftohja. Hudhra është një produkt fantastik kundër ftohjes dhe kollës. Dihet se forcon sistemin tuaj imunitar, i cili do të përmirësojë të ndjeshëm kundër komplikacioneve të ndryshme, siç mund të jenë ftohja dhe problemet të ngjashme. Ndaj, përfitimet kryesore të kësaj barishtaje duhet i keni pjesë përbërëse të dietave tuaja. Ndikimi që hudhra do t'i japë në shëndetin tuaj do të jetë i dobishëm për të gjithë organizmin. Kështu, vlera dhe përfitimet e saj në mbrojtjen e shëndetit do të jenë gjithashtu ndikuese të drejtë për drejta në imunitetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sipas ekspertëve të Healthline, konsumi i hudhrës në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në betejën kundër inflamacioneve. Hudhra gjithashtu është një produkt fantastik edhe në bukuri dhe në lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Kështu, vetit e saj ushqyese do të jenë një përzgjedhje e mirë e imunitetit dhe lehtësuese e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.